Le të zbulojmë së bashku çfarë ka kjo çantë. Nuk është siç mendoni ju, ndaj mund ndiqni deri në fund se jam e sigurt që do surprizoheni. Atëherë, do të fillojmë me objektin e parë që është këtu. Janë të gjithë një kategorie, por janë të ndryshëm. Dhe le të zbulojmë së bashku. Do të fillojmë me këtë libër. Këto janë libra tituj që unë kam zgjedhur të lexoj në këtë fillim të vitit dhe do t'i nxjerr pak në pak dhe do të shpjegoj pse. Ky siç mund ta bëni vënë tani është për Elon Musk, nga autori që ka shkruar biografinë për Steve Jobs. Është një biografi fantastike e njërit prej njerëzve inovatorëve më revolucionar të kohëve të sotme. Nuk është nevoja që unë të flas shumë për të sepse të gjithë e njohin. Megjithatë, ndoshta ajo që ju nuk dini është që Elon Musk është bullizuar si fëmijë dhe do të zbulojmë më shumë gjatë leximit të këtij libri. Unë do të përpiqem që çdo të diel do të jetë le të themi klubi i librit për mua, rubrika e klubit të librit, do të ndajt sobza nga ato që do të lexoj nga jeta e tij. Libri i dytë është ky këtu, një botim i shtëpisë botuese Peggy, mund ta gjeni tek libraria Adrion. Kjo nuk është një reklam, por për gjithë ju që doni që ta gjeni, dhe është Brezi i Ankthit. Është një libër që duhet ta lexojnë patjetër prindrit, por dhe gjithë ata që punojnë me të rinj ose që i lidh jeta me të rinj. Megjithatë, do thosha edhe ju vet ose edhe ne, duke qenë se jetojmë në epokën e rrjeteve sociale, ky libër është një rekomandim në lidhje me rreziqet që i vijnë familjes dhe fëmijëve nga mbipërdorimi i rrjeteve sociale. Autori Jonathan Haidt është në shqip. Libri tjetër, Forged in Crisis, ose i farkëtuar, i formuar në kriza. Një libër shkruar nga Nancy Coe, e cila është historiane pranë Universitetit të Harvardit në shkollën e biznesit. Dhe ajo kalon në përjetën e 5 liderave botror që kanë lënë një gjurmë në histori. Një libër për udhëhecinë ose leadershipin, dhe mua më pëlqen shumë që të mësoj nga biografitë. Libri tjetër është ky këtu, Be Skillful, ose ji i shkathët ose i aftë. Pra të jesh i aftë me duart, për më shumë me mendjen tënde. Dhe ky libër është një studim mbi fjalët e urtat të mbretit Solomon në Bibël, nga Warren Wiersbe. Fjalët e urta është nga librat e mi të preferuar. Dhe kjo, edhe nëse nuk je një njeri le të themi fetar ose që besimi nuk është i rëndësishëm për ty, unë prap do t'inkurajojë dhe do të sugjeroja që ta marrësh një Bibël dhe të lexosh fjalët e urta të Solomonit, sepse është një pasuri e tërë. Mbulon të gjitha fushat e jetës, nga biznesit te marrëdhëniet njerëzore, te martesa, te rritja e fëmijëve. Është fantastik, më besoni me tamam që është fantastik. Mund ta gjeni edhe online. Edhe i fundit, se nuk do t'i lexoj të gjitha në një muaj, kuptohet, por kam përzgjedhur këto libra, këto tituj për të filluar këtë vit. Ky libri këtu, që besoj gjithë e njihni këtë autorin ton, që është gjithashtu një personazh goxha kontroversal, nuk e ka qef besimin, nuk e ka qef as muslimanizmin, as krishtërimin, që të dyja i sulmon, duke paraqitur disi një realitet ideal se si do donte ai ta shikonte, por është libri shumë i përfolur, jam musliman, edhe mezi pres që ta lexoj. Kam lexuar disa libra të tjerë nga Blushi, më pëlqen shumë stili i tij, edhe sarkazmi i tij, edhe pse nuk i jap të drejtë edhe nuk ndaj të njëjtin mendim gjithmonë me të. Por këto ishin librat tituj që unë kam zgjedhur për këtë fillim viti. Kështu që nga letërsia tek zhvillimi personal edhe tek biografitë që prap lidhen me zhvillimin personal edhe me udhëhecinë, me rritjen personale. Këtë doja që ta mbyll me një varg nga fjalët e urta të Solomonit, i cili thot fito diturinë. Përmbi të gjitha fito diturinë, edhe sikur gjithë gjërat e tjera të ikin, mbaje diturinë. Edhe sepse me dituri ti mund të rivendosësh dhe të rifitosh edhe gjërat që ke humbur, por pa dituri nuk mund të bësh asnjë gjë. Në videon tjetër do doja edhe që të flasim ose të diskutojmë midis ndryshimit midis njohurisë edhe diturisë. Nuk e di çfarë po lexoni ju, dhe nëse keni qejf të lexoni, por komentoni më poshtë nëse jeni të interesuar të dini për një nga këta librat, nga këta tituj, ose nëse doni të më sugjeroni një titull tjetër. Dëgjojmë në videon tjetër. Mos harroj, nëse ju pëlqejnë
materiale të tilla dhe nuk jeni regjistruar në kanalin tim, ju ftoj që të regjistroni. Faleminderit edhe dëgjojmë prapë.